Le të lexojmë bashkë nga fjala e shenjtë e Zotit e ta mirëpresim atë si tillë. Ungjilli sipas Lukës kapitulli 7 vargjet 11 deri në 17 thonë kështu: Dhe ndodhi të nesërmen që ai erdhi në një qytet që quhej Nain, dhe bashkë me të shkonin shumë nga dishepujt e vet dhe një turmë e madhe, dhe kur ju afrua portës qytetit, ja që po çonin për të varrosur një të vdekur, djalin e vetëm të një nënës tij, që ishte e ve, dhe një turmë e madhe nga qyteti ishte me të. Dhe posa e pa, Zoti pati dëmshuri për të dhe i tha: mos qaj. Dhe u afrua prej kuvigun dhe ata që e bartnin u ndalën. Atëherë ai tha: djalosh, unë të them ngrihu. Dhe i vdekuri u qua ndenjur dhe filloi të flasë, dhe Jezusi ia dha samës. Atëherë të gjithëve u hyri frika dhe lëvdonin Perëndin duke thënë: midis nesh u ngrit një profet i madh, dhe Perëndia e vizitoi popullin e vet. Dhe kjo fjalë për të u përhap në përgjithë Juden dhe anë mban krahinën përreth. Tema që do shohim sot mund ta kuptoni nga titulli, pra çfarë do flasim është ringjallja e djalit të zves. Por çfarë përmban në thelb kjo është dëmshuria. Do flasim sot për dëmshurinë e Perëndisë. Ose folim herën tjetër më të shërimin e shërptorit të kryeqinxit, por tema ishte besimi. Sot është ringjallja e djalit zves, por në thelb të saj është dëmshuria. Historia që shikojmë sot është e veçantë dhe e rrallë. Dhe doktor Luka në ndriçimin hyjnor, jo pa qëllim e ka regjistruar në Ungjillin sipas tij këtë histori. Është e veçantë por çfarë ajo tregon, është e veçantë gjithashtu sepse gjendet vetëm në këtë Ungjill dhe në asnjë Ungjill tjetër, dhe flet shumë dhe jehon pra, e duhet jehoj jo vetëm sot në veshët tanë, por shpresoj shumë e lutemi Perëndisë që edhe në zemrat tona. Do shohim sot një vdekje të rëndë. Ndoshta më e rënda vdekje e regjistruar në Ungjit. Dhe do shohim gjithashtu një ringjallje të lavdishme, ndoshta ringjallja më e lavdishme përveç ringjalljes së Zotit ton, Jezu Krisht, më e lavdishme që ai ka bërë, edhe pse ka ringjallur, shohim në Ungjit që ka ringjallur 3 persona. Ringjalljet e Jezusit që janë regjistruar pra në Shkrimin e Shenjtë, Shpirti i Shenjtë në urtësinë e tij sovrane zgjolli të ishin 3 ringjallje, por zgjolli që në Ungjillin e Lukës të shohim këtë. Të shkruhet kjo histori e veçantë që tregon shumë për personin e Jezu Krishtit. R.C. Sproul në komentarin e tij e hap kështu. Ai thotë nëse ky do të ishte me i vetmi tekst, e vetmi histori, vetëm të vargje që do të kishin mbetur nga jeta e Jezusit, azam kanë humbur gjithë shkrimet Bibla, gjithë Ungjillet e tjerë, do të na kishte mbetur vetëm një pergament me këtë histori nga jeta e Jezusit, do të ishte mjaftueshme, thot ai, për të na treguar apo zbuluar ëmbëlsinë e tij, shkëlqimin e tij, personin e tij, dëmshurinë e tij, fuqinë e tij dhe shpëtimin e tij. Leon Morris thot Luka shpalos në këtë histori dëmshurinë dhe gjithë fuqinë e tij. Nëse në historinë e parë pam besimin njerëzor, pra pam besimin njerëzor dhe lavdërimin hyjnor, pra pam një besim të një personi pagan dhe lavdërimin që Jezusi i bani besimit të tij, këtu do të shohim nevojën njerëzore dhe dëmshurinë hyjnore. Nevojën njerëzore dhe dëmshurinë hyjnore. Në 3 pjesë do shohim shumë, unë nuk i kam gjetur kurkun, po shpresoj me frymëzimin e Shpirtit Shenjtë i kam vendosur këtë 3 në tituj me kuptim. Do shohim spari se si duket kjo në këtë syt në pra dëmshuria, pra është dëmshuria titulli i marr, po dëmshuria e publikut ose dëmshuria e turmës së qytetit
për këtë nanë, ose për këtë vejush që i vdes djali. Jezusi një ditë më parë, ishte në Kapernaum, ku shëroi dhe pam që shëroi shërptorin e kryeqindërsit. Të nesërmen, ai erdhi në një qytet që quhet Nain, që është 40 kilometra nga Kapernaumi, ose me ecë një ditë tanë, pra është nicë në mëngjes dhe kam rrit në darkë Jezusi, dhe ky qytet përmendet vetëm këtu në Bibël. Pra është një ditë rrugë. Dhe Jezusi shniset nga Kapernaumi ku ka shëruar pra shërptorin e kryeqindësit, dhe bën gjithë këtë ditë rrugë dhe shkon dhe bashkë me të si zakonisht janë dishepujt e tij dhe një turmë e madhe njerëzish që e ndjekin për të dëgjuar mësimin e tij, për të parë mrekullitë e tij, me radhë keni pa vazhdimisht të përsëritet. Në vargun 12 na thuhet kur ju ofrua portës së qytetit, pra në hyrje, pa një kortezh mërtor që po dilte nga qyteti. Nuk është rasti kjo punë, në fakt zakonisht njerëzit do linin takime në hyrje të qytetit. Nuk ishte për as më than ku është hyrja e qytetit, më than zogzi, dikun kur vin dikush nga jashtë qytetit, ti je brenda qytetit, por shpesh mund takoheshin atje edhe kortezhe mërtore apo nëse shkojnë në marrë nusa etj, sepse në veçanti kur ka kortezhe mërtore, sepse hebrejt e dim i varrosnin të vdekur e tyre jashtë mureve apo jashtë portave të qytetit. Ata janë duke dalë nga porta e qytetit për shku të varrezat, Jezusi është duke ardhur nga Kapernaumi për të hyrë në qytet dhe takohen tek portat e qytetit. Tani kjo vdekje ishte një vdekje e rëndë. Tash çdo vdekje është e rëndë. S'kam shumë kohë të ndalem këtu, por çdo vdekje është e rëndë kur vdes një vjetër, një moshuar, kur vdes baba apo i afërm që është i vjetër, është e dhimbshme, është e tmerrshme, nuk është natyrore, është e trisht. Por veçanti e rëndë, kjo vdekje është e trisht, kjo vdekje ishte shumë e rëndë. E Luka na tregon detaje pse është kaq e rëndë kjo vdekje dhe kaq tragjike dhe kaq interesante kjo histori. Pse? Thot po çonin për të varrosur një djalë të ri. Në veçanti vdekja e të rive apo vdekja e fëmijëve. Tani mund të keni hasë treguam atë historinë me atë pastorin që i vdekën shumë fëmijë. Kam lexuar një histori tjetër që i vdekën 3 djem një çiftit. Në veçanti kur vdes fëmijët i ka kriju Perëndia për t'i pa të gëzuar, për të lozur, për të qeshur, për të vrapuar, për të pa një fëmijë në veçanti nana e tij apo baba i tij apo afërmi i tij për ta çuar fëmijën drejt varrit, është një gjë e tmerrshme, është një gjë jashtëzakonisht e rëndë. Pra, thot po shkon për të varrosur një djalë të ri, një djalosh. Jo vetëm që ishte i ri, por ishte djali vetëm. Pra ka disa karakteristika, është shumë e rëndë patjetër me vdek i vllai fëmijë, po nëse ke po themi 3 djem, jo se s'dhim ai po prap ke fëmijë tjerë, ke kështu, pra është i ri. Ka i veçanti tjetër që është djali i vetëm i nanës tij. Dhe jo që ishte djali i vetëm i nanës tij, po nana e vet është vejush. S'ka as burr, s'mund bëjnë as fëmijë tjerë. Është e vjetër, burr s'ka as djalë. Ajo e kishte varros tashmë burrin e saj, pra vdekjet po e njekin këtë grua të mirë. Ajo kishte varros burrin e saj, edhe se dim sa kohë më përpara i kishte vdek burri. Nëse i kishte vdek burri, kjo është djalosh, i ka vdek disa vite përpara, jo vetëm që i ka vdek burri, por e ka rritur edhe djalin si jetim pa burr, ka qenë një nanë vetme që e rrit, që kujdeset. Edhe i vdiq edhe djali. I vdiq edhe djali vetëm. Është një histori e tmerrshme. Tani nëse ka një kategori njerëzish, shohim këtu pra një djalë që është rrit jetim, që vdes edhe ky djalë jetim. Kjo nanë që ka vdes burri, vdes edhe djali, ka qenë vej, vdes edhe djali. Edhe nëse ka një kategori njerëzish që Zoti kujdeset veçanërisht për ta, dhe është specifikisht i merakosur për ta, janë jetimet dhe vejushat në Bibël. Ba me lexu Dhjetën e Vjetër, ligjin. Zgjen atje thot kujdes ruju se i ban kesh vejusha, ruju se i bën qafa, i han hakun, po parafrazojnë për të thënë gjuhën tonë jetimit. Se jetimi s'ka kush më i dal Zot. Ati që ka baba i del baba Zot, i del vllai Zot, po jetim, ruju se i bën qaf vejushës. Si janë kategoria më e pambrojtur. Edhe vetëm Zoti mundet me i mbrojtë, me ju dal krah.
Në fakt, edhe në dhjatën e re tek Jakobi 27, ai thot, do që me marrë vesh çfarë është feja. Feja e vërtet, thot, është vizitosh vejushat dhe jetimet, thot Jakobi e përmbledh. Dash me di çfarë është fe, dash me bën vepra të mira, si më thon. Mos shkoj bën vepra të mira dhe kënej kot mos i harxho veprat e mira, kot dash me u dukt se i të bën vepra të mirë, vejush se jetimit. Këtë grua e la burri vetëm, tani e la dhe djali vetëm, ajo është krejt e vetme në këtë botë. Dhe vini re, në një shoqëri, nuk po flasim për shoqërinë tonë, po në atë shoqëri kjo ka një domethënie edhe më të rëndë dhe më të madhe. Në shoqërinë tonë kemi skema sigurime shoqërore, punojmë, paguajmë taksa, paguajmë tatime, edhe një grua mund të jetë edhe del në pension ka lek. Në atë shoqëri hebreje, në atë kohë përpara, nuk ishte pensione. Nuk ishte sigurime shoqërore. Dhe një grua mbështetej tek burri te sigurimi i burrit saj. Sa e kishte burrin të ri, pastaj kur s'punon më burri mbështetej tek fëmijët e saj, te djemtë, manin djemtë. Nanën e babën si dikur ne kena marrë nanën e babën. Tash pyetja është burri ka vdek, s'ka kush siguroi për ta. Din çfarë gjendje tash ke, nuk ka puna vetëm të them shurie, si kështu, po kjo mund të rriten rrugë duke lyp me hari ka shrat buk. Kush do ta mbronte këtë grua? Kush do ta mbronte nga padrejtësitë? Kush do të siguronte për të ushqim? Djali vetëm i saj ka vdek e ja shkon ta varros me duart e saj. E jo vetëm kaq më e rëndë dhe moralisht, edhe shpirtnisht, linja e saj familjare mori fund. E s'ka kush ta trashëgoj emrin e familjes. A din çfarë gjendje e rënë? Se me pas ai vëlla tjetër, i diçka të paktën s'ka kush as trashëgoj emrin e burrit vet apo djalit vet. Situatë më të rëndë, zërë se mund shikonin sytë se sa kjo histori. Tani malsore dhe malësisë madhe nga avion, kanë interesant, nuk e di pse kam qelluar aty, më vjen mirë se kam qelluar se unë kam qef këtë. Kanë tradita shumë interesante biblike, ndoshta edhe parabiblike. Mund të jenë pagane ose diçka shumë interesante. Por ata kanë ca zakone interesante që japin kuptim sa historie, do t'ju tregoj një histori time nga gjyshja ime. Në traditën tonë, zjarri, ka i kështu për shembull, kur ishim fëmijë, ne ishim zjarr, edhe thotë nana, hajde në shtëpi futni më tani edhe me fik zjarrin shkonin mi hell ujë. Kemi një shprehje në zonën tonë, nuk lejohet as si keq, as si gabim, as si prihet mrapsht, si bestutni, që mos me fik zjarrin me ujë, nuk na lenin kur prind me fik zjarrin me ujë, mi hell ujë. Sepse ta fikësh zjarrin me ujë tregon një gjendje jo normale. Tregon se s'ka zjarr në shtëpi, që mbyllet, si më thënë, si mbyllet jeta, mbyllet zjarrin votën, mbyllet, ka i kuptim shumë të rëndë. Ka dy gjëra që ndodhin në një rast tragjik si kësaj historiet, që është që i kena si shprehje ne themi për dikën kur e ka mallku dikush, kur si malli ka shku diku jeta kështu si janë shu, si më thënë, themi, ai e ka fik zjarrin, jashtë fik zjarrin me ujë, dhe jashtë mbyll dera me ferr. Do ja u shpjegoj këtë çfarë do të thënë. Jashtë fik zjarri me ujë, jashtë mbyll dera me ferr. Tash gjyshja ime, që e ke njohur disa të paktën me foto, ka qenë martu 2 herë. Edhe gjyshi im është martu 2 herë, dhe gjyshi im është martu me gjyshin time për 2 herë, të dy kanë pas ajo i burr e ky grua ajo i burr. Kur u martu për herën e parë, u martu me një djalë vetëm. Me një djalë vetëm, me një nanë, kishte vdekur aty baba, pak a shumë si kënë ngjarja, u martu me një djalë vetëm, edhe lindi i djalë. Edhe i vdiq djali në vitin e parë të martesës, i vdiq djali i saj vetëm, i vdiq edhe burri. Tani traditën malsore që kemi kur të vdes burri, nëse ke djalin gjallë, ti rrin te shtëpia e burrit sepse kemi rrit djalin me trashëgu emrin e familjes. Po nëse të ka vdek burrit, ka vdek dhe djali, je i lirë sipas kanonit, sipas traditës tonë, je i lirë të kthesh familjen tënde, të martohesh me dikant tjetër sepse s'ke as burr për me shërby as me bë fëmijë tjerë, s'ke shans. Edhe djalë s'ke. Kështu që është pak ta shumë se ndodhi historia e Naomit me Ruthin, që mesin vetëm reja dhe vjerra, okay? Dhe ishte traditë dhe vjerra e saj thotë ktheju tek familja jote për të martuar, që pastaj ajo u martu me gjyshin tim. Por para se ndodh që më ndodh gjithë kjo pra mu kthye që ta përcjellte para se vjerra ta përcjellte nusën për të kthyer në gjini, bani këtë zakon të traditë të lashtë
Vjera e saj, vjera gjyqëstimi pra e parë, e fiku zjarrin me ujë në votër. Me thonë se do prej kësaj votër, prej jo gjakët zjarr mas nezët, se burrat e presin drunin, burrat e nezin zjarrin. Pra s'ka vazhdimsi, prej kësaj votër tym nuk del më. Dhe kur e fik zjarrin me ujë del tymizi. A përmrash, ba me lidh kështu tymi bardh. Kur e fik pra është të qitë tymzi. A fik zjarri me ujë, zjarr e ngrohtësi e vazhdim të këtë familje më s'ka. Edhe e mbylli derën me ferr. Pragun e derës e mbylli me ferr, do thotë që në këtë shtëpi s'ka më burra me pre barin as ferrën as gjë, do thotë që në këtë shtëpi ka më mblu ferra. S'ka më trashëgimtar, s'ka më burr as djalë që e man këtë votër, e fiku zjarrin me ujë, e mbylli derën me ferr. Çfarë imazhi, e çfarë historie. Edhe kësaj gruaje që e po e çon djalin e vet për ta varros, jashtë fik zjarrin votër e jashtë mbyll dera me ferr. E rand ishte kjo zjarje, e rand sa që turma vini re atje, një turmë e madhe, njerëz gati gjithë shumë nga qyteti, thot, u njësuan e patën dëmshëri me këtë grusa, gjithë qyteti gati u nisën në shku me varros djalin e kësaj nanë e kësaj gruaje të ve. Një kortezh që shënte këtë vajtim, njerëz pafund nana saj përbri, e fylltar që i binin fyllin shenjë vajtimit e vajtojtëse që vajtojnë djalin e kësaj nane. Dhe në këtë zgjendje, në këtë kontekst, vjen Zoti janë, vjen Krishti. Tani do shohim dhëmshurinë, nëse pa pra sa dhimbshme ishte kjo histori dhe dhëmshurinë e gjithë qytetit për këtë ngjarje, tani do shohim dhëmshurinë e Zotit tonë Jezu Krisht. Vargje 13 dhe 15. Dhe sapo Zoti e pa vinjëre, sapo Zoti e pati dhëmshuri për të. Të ndalim pak këtu tek pati dhëmshuri për të dhe i tha mos qaj. Tani ndalim pak të ky varg, se ky është i varg i jashtëzakonshëm, ka shumë vërteta, disa prej tyre do t'i ceki shpejt. E para është fjala Zot, sapo Zoti e pa. Këtu është hera e parë, vëllezër motra, në Ungjillin e Lukës që hasim fjalën Zot apo Kyrios. Ky titull në Dhjetën e Vjetër ishte e përkthyer, pra ishte fjala origjinale në Dhjetën e Vjetër dhe e përkthyer Kyrios në greqisht, ishte fjala, si më thënë, që përshtat me këtë në Dhjetën e Vjetër ishte fjala Adonai. Që kuptimi i cilës është për Zotin, është një titull që është venduar për ndonjë që thotë se Zoti është sovrani. Zoti është sovrani. Ai që qeveris mbi gjithçka, e mbi çdo kënd. Ai që ka autoritetin dhe fuqinë mbi gjithçka. Dhe ky titull ju dha pikërisht Adonai, ju dha në Dhjetën e Vjetër Kyrios në greqisht, birit të Perëndisë mishëruar. Dhe këtu pra më thonë është që në këtë moment erdhi sovrani. Kur po e çonin me varros këtë djalë pensioner të portave, shfaqet Adonai, apo shfaqet Kyrios, shfaqet Zoti sovran. Tjetra thot, kur pa, sapo e pa, a jo të mërë Zoti sovran, jo të mërë Zoti sovran që ka pushtet autoritet mbi gjithçka, por a i shikon çdo situatë, a i shikon situatat tona. A i e pa atë vijush në gjendjen e saj të mjerueshme dhe në vajtimin e saj që edhe që ishte vetëm në këtë botë. O vëllezër motra, sa ngushëllim, sa paqe mund gjejmë gjithë në këtë fjalë apo në këtë varg, sepse Zoti ynë Krisht na sheh ne mjerimin ton, na sheh ne kur vajtojmë, na sheh ne kur vuajmë, na sheh ne kur kemi humbur shpresën e plot. Kjo varg, Zoti jon thotë e pa. Nuk i kaloj syve të Zotit kjo vejush, ndoshta kur kush nesër mbrapa sot ka ardhur për të mshëri, nesër mbrapa kur kush se shef. Por nuk i kaloj shikimit të Zotit ton sovran. E më shumë se kaq. E pa me dëmshuri. Nuk e pa si perëndit pagane,
Ai nuk është si person që shef, kalon e shef atje ty duke pas një hall e kalon matan me kry punët e veta si perëndit pagane greke në panteonin e tyre. Por ai është jo vetëm që është sovran, jo vetëm që është shef, por ai ka dhëmshuri për këtë grua. Ati i dhem zemra. Fjala këtu ka dhëmshuri, është një emocion, nuk është vetëm thjesht një njësi, por është një emocion që e trondit njeriu në brendshmi. Fjala në fakt përdoret në dhjetën e vjetë përdoret kur dikuj nga një emocion i fortë, nga ka një tronditje të fortë sa i lëvizin për brendshmet e tij, zemra i tronditet, moshkëria, mëlçia i lun vendit. Ky emocion i fortë së brendshmi e trondit Jezusin edhe e çon atë të veprojë të bëjë diçka për këtë grua të mirë. Edhe skatërti për këtë varg sa vëzhgime e thot i foli asaj dhe pastaj veproi. E i tha, mos qaj. Tani ja të shpjegova pak sa e rëndë është situata, që ose për të zot në njëri prej nesh jo ka rëndë, por edhe pak më e lehtë na vdes në afër dhe ti e të shajt për të afrën tanë për babën është edhe për një më të largët, e të afrohet dikush që nuk e njeh fare thot, mos qaj më. Ja shoja, ai çaj të fol më. Ai mirë, si mos më kujtohet për babën, si mos më kujtohet për nanën. Imagjinoj që nan vejush i ka dek djali vetë i afrohet njëri, mos qaj. Ai as po e shortonte, nuk po e shortonte për dobësinë e saj. As po e ngushëllonte të bëjë më fort apo të qëndronte stoike me që kjo punë mori fund, por dikush që kur ka marrë qëndro burrnesh, qëndro senike, marroi fund skret më kjo punë, kështu që qëndro mos shko as ti. Ai s'po e ngushëllon si ne kur shkojmë në një mort, që themi bani i fort, i themi. Qëndroj fort, qëndro si burrnesh. Si gjyshja ime qëndroi kur i ndodhin këto situata, e s'u kthyen më. Jo, kjo e folur Jezusit ishte diçka e butë, diçka e dashur, diçka me shpresë për çfarë do të vijë më pas. I tha mos qaj se ka më të rinjallë djali, se mos qaj se ka shku është kot. Mos qaj sepse diçka e madhe po vjen, e ju afrua, e preku vigun, dhe ata që bërtisnin vinëre janë duke vajtuar njerëz, dhe ata që bërtisnin u ndalen. E atëhera i tha, dhe 3 herë në fakt e shohim Jezusin kur i ngjall njerëz, e shohim një herë kur i ngjall vajzën e Jairit, e shohim kur i ngjall Lazarin, e shohim këtu kur i ngjall djalin e kësaj nane. Në gjitha rastet çfarë bën Jezusi? Vetëm flet, vetëm thot i fjalë. Ai foli e tha. Ma një men vajzës i tha, vajzë, ta bi tha kumi, ty po të thëmë qoho, vajzë e re ngrihu. Lazari i tha, Lazari ja jashtë. E djaloshti i tha, unë po të thëmë ngrihu. Jezusi ka të reguar dhe i tani që e ka autoritet, e kemi pa mbi smundjet, librozët e qalët e tjerë, ka autoritet mbi natyren, ka autoritet mbi mkatin, duke falë mkatin. Por ai këtu qëndron si Zot sovran, prandaj pikërisht në këtë pjesë përmendet për herë të parë fjala Kyrios Zot, sepse ai qëndron si Zot sovran i jetës përballë vdekjes vet. E vini re askush nuk ju lut atij. Nuk ju lut kush për të ringjallur djalin. E vini re disa që thonë shiko, duhet të kesh besim ti lutesh, se po s'ke besim, Zoti s'ka ç'a bën. Këtu as nuk u lut kush, as nuk shfaqi kush besim. E pa në historinë tjetër, që një pagan shfaqi besim. Edhe Perëndia shëroi, po këtu askush nuk e thirr Jezusin. Askush nuk e njoftoi Jezusin. Askush nuk i ran shaf Jezusit, askush nuk i lut Jezusit, askush nuk i besoi Jezusit. E prap ndërhyrjen e tij sovrane, të mirë, të dashur, të butë. Ai tha atë fjalë. U afrua dhe e preku vigun dhe tha ti djalë i ri, djalosh ngrihu. I shtyr nga dëmshuria. Jo i shtyr nga besimi, apo i shtyr nga lutja, apo diçka tjetër, por i shtyr nga dëshuria e tij së brendshme. E kjo në fakt është ajo që ka ndodhur me ne vëllezër motra për ta kuptuar. Që ose je i lindur apo je i ringjallur shpirtërisht, nuk është sepse ju lutaj, besova, i bane diçka, i kërkova, i ren halla, i lypa, i kërkove Zotin Jezus, por sepse të panë mirimin tanë vdekje,
Dhe për shkak të dëmshërisë që ai kishte për ty, tha, ringjallë, rilindu, ki jetë. Dhe me një fjalë prej tij vdekja turitet. Dhe ai që ishte i vdekur u qua ndenjur dhe filloi të flasë. Tash Luka është interesant. Ai ishte i verdhë, ishte i thatë, s'kishte ngjyrë syti, erdhi ngjyra, erdhi drita, erdhi kështu dhe filloi të flasë, por Luka nuk na tregon çfarë tha. Filloi të flasë, por çfarë tha, po ma mërmenja që fjala e parë që ka thënë nanën e ka pasur ka thënë fjala nanë, o nanë. Sepse pikrisht direkt mas kësaj thot filloi të flasë dhe Jezusi thot ja dha nanës ti, se nana vetë kërkon direkt me një herë me zgjas. Ka fol, me ka fol për sparit, me dikën se s'e njeh në rrugë. Ja drejtu nanës ti, nanë, jam gjallë. E thot Jezusi ja ktheu nanës ti. Dhe s'fundi vlezër, s'ka lidhje shumë kjo, ka lidhje si po nuk e thot qarë, por mendojshin të vargun poshtë, të dy vargjet poshtë, ne shohim dëmshurinë e Perëndis atë, Perëndis për popullin e tij apo për botën. Vinjere, gjithve që shohin që ishin të pranishëm, thot u hyri një frikë sepse ka një prezencë të shenjtë aty. Zoti Jezus biri i mëshiruar i Perëndis është aty dhe është duke bërë mrekulli, nuk i shëllon njerëzve shpesh me pa njerëz të ringjallë. Dhe lavdronin çfarë si reagim i kësaj frike të shenjtë prej prezencës shenjtë birit Perëndis mëshiruar, thot lavdronin Perëndin duke thënë dy gjëra. Midis nesh është një profet i madh. Dhe Perëndia e ka vizituar popullin e tij. Tani këto dy gjëra këtu unë që na kujtojnë, kështu mendoj unë, shpresoj unë, që na kujtojnë dy profetë mëdhenj, dy më të mëdhenj në fakt që shohim dhjetën e vjetër. Që në fakt ju shfaqen kuj? Ju shfaqen Jezusit në malin e shpërfytërimit. Mojsiu dhe Elia. Sepse një profet i madh është përdorur tek mbretëri zakonisht për Elian dhe te Elia si nolli pikërisht ose një histori e ngjashme ku tek një mbretër, kapitulli 17, kur shkon ai te një vejush, i vdes djali edhe ai ban të njëjtën mrekulli, po e përmbledhi vetëm disa vargje tek 17 24 po lexoj thot, ushtri pra ajo vejusha i kishte vdek djali thot, profet, çam nolli vrau Zoti, vdiq djali, pa e preferoj unë. E mori djalin e ngriti thot dhe ushtri pastaj 3 herë mbi fëmijën dhe kërkoi ndihmën e Zotit duke thënë o Zot Perëndi im, lutem bëj që t'i kthehet shpirti kësaj fëmije. Zoti e plotsoi dëshirën e shprehur në zërin e Elias, shpirti i fëmijës u kthye, njësoj si në këtë histori u kthye shpirti. Tek ai dhe ai mori jetën përsëri. Vini vargu 23. Dhe atëherë Elia mori fëmijën, e zbriti nga lloma sipër me shtëpisë dhe ja dha nanës tij. Fjalë për fjalë, këto fjalë janë fjalë për fjalë si të konzilli Lukës sa për ngjallë thotë ja dha nanës tij. Dhe thotë Elia e mori djalin e ngjallë dhe ja dha nanës tij. Hebrejt e dinë këtë histori. Luka din këtë histori. Ja kujton mas shumti profetin Elia. E dikush më i madh se Elia është këtu. Elia u lut Zoti Jezusi ta vesh i fjalë sepse është përmbi Elian. E gjithashtu mendoj që na kujton disi jo në mënyrë të drejtë për drejtë. Por unë mendoj drejt për drejt Mojsiun gjithashtu. Kur thot Perëndia vizitoi popullin e tij. E shohim këtë varg, në fakt e shohim tek Luka 1:68 kur Zakaria kënon thot e lavdron Perëndin thot sepse Perëndia ka vizitoi popullin e tij. Por përpara kësaj kur populli i Zotit ishte në mjerim të madh, në skllavëri në mjerim në Egjipt. Lexojmë tek Eksodi 43:5 thot, pastaj por ndodhi që mbas një kohe të gjatë vdiq mbreti i Egjiptit, pra tregon, dhe bijtë e Izraelit rënkonin për shkak skllavërisë. Ata bërtiten me britmat e tyre për shkak skllavërisë. Dhe skllavëri pra dhe ky zëri i tyre për shkak skllavërisë dhe u ngjit tek Perëndia. Kështu Perëndia, ngjoni, dëgjoi rënkimin e tyre dhe Perëndia ju kujtua beslidhja që kishte përfunduar me Abrahamin, me Isakun dhe me Jakobin dhe Perëndia shikoi
mjerimin, si Jezusi shikoi mjerimin, shikoi hallin, Perëndia shikoi biti i Izraelit dhe Perëndia u kujdes pati dhe mëshuri për ta. Gjithashtu të 3:6 thot pastaj tha me këtë fjalë, unë jam Perëndia Abrahamit me radhë, dhe nxorri Mojsiu dhe pastaj Zoti tha sigurisht që e kemi parë pikëllimin e popullit tim që ndodhet në Egjipt dhe e kam dëgjuar, e kam pa me sy, e kam dëgjuar me vesh britmen e tij për shkak shtypjes, sepse i njoh, e kuptoj vuajtjen e tyre. E thot e vargut e thot, dhe kështu zbrita për ta çliruar, zbrita për ta vizituar popullin, zbrita për ta çliruar nga dora e Egjiptit dhe për ta çuar nga një vend me mjaltë e tjerë. Edhe pastaj thirr Mojsiun dhe të 5 nishë e shkon te faraoni, thot Perëndia më ka thënë, ka marrë për atë, më thon, lere popullin tim shkoj sepse Perëndia e vizitoi popullin e tij në anë të Mojsiut për të bërë mrekulli. Vëllezër motra, dini këtë, që ose Perëndia vizitoi popullin e tij me anë të Mojsiut, e me anë të Elias bëri një mrekulli të madhe duke ia kthyer një vijushë tjetër djalin e saj, dikush më i madh. Dikush më i madh se Elia është këtu, dikush më i madh se Mojsiu. Vetë Zoti e ka vizituar popullin e tij në personin e Jezu Krishtit. Ai ka hyrë në botën tonë. Ai është Perëndia me ne. Ai na njeh në vujtjet tona. Ai na sheh në pikëllimin ton. Ai e kupton e ndjen çfarë po kalojmë. Ai u njësua me ne sepse mori mish njerëzor për të kaluar gjithçka tonën përveç se Bam ka thot hebrejt. Ai shikoni pra këtë histori ashtu siç e filloi Arsis Pro thot që ai shikoni që këtë histori që e mbyll pra me këtë histori thot që po të mbetë vetëm kjo histori në shkrim. Nëse kjo do të ishte pjesa e vetme nga gjithë historitë e Jezusit, do të ishte një arsye thot Arsis Pro e mjaftueshme ngjënje këtë për të gëzuar e për të kërcyer gjatë gjithë ditëve tona e deri në vdekjen tonë në varr. Qëse vetëm kjo histori do të kishin për të lexuar, do të mjaftonte për të gëzuar, për të kërcyer gjatë gjithë ditëve tona, sepse Perëndia e ka vizituar popullin e tij, njëjti Perëndi që pa mjerimin dhe nevojën e kësaj vijushe nga Naimi, gjithashtu e shikon me dëmshuri dhe vepron për shpëtim dhe për ndihmën tonë, vëllezër motra. Ati jo vetëm që i vjen keq për ne, por ai vepron për ne, ai jep jetë. Ai jo vetëm që ka dëmshuri, por ka edhe fuqi. Vini re këtu nuk shohim vetëm dëmshurinë e Jezusit, mund të kesh dëmshuri, por s'ke fuqi me bëj diçka. Nuk shohim vetëm dëmshurinë e tij, por fuqinë e tij për të dhënë jetë. E njëjta gjë për ne. Ati erdhi keq. Ai pati dëmshuri për vdekjen tonë shpirtërore. Prandaj ai erdhi e vdiq për ne. E jo vetëm kaq, por ringjall për ne. Ai na kupton. Ai është i vetmi që mund të na japë ngushëllim. Ai është i vetmi që mund të na japë gëzim vërtet. Dhe e njëjta dëmshuri vëlla apo motër është sot kundrejt teje. Është paloset e derdhët kundrejt teje. E njëjta fuqi është në favorin ton. Dhe sot, vëlla apo motër, merr zemër. Zoti na ka vizituar në Krishtin. Ai na sheh në pikëllimin ton. Ai na kupton në nevojat tona. Ai na vjen ndihmë ne. Ai ka dëmshuri për ne. Ai ka fuqi. Ai na shpëton. Ati qoftë nderi e lavdia një jetë jetëve. Le të lutemi.